3 pikë do të na gëzonin shumë, ndërsa dhe barazimi do të ishte një rezultat pozitiv në Kugës. Kështu shprehet me sfushori i vllaznisë Florin Bardulla në prag të transfertës së kuqebluve me kuksianët. 3 pikë do të na ishte kënaq jashtëzakonisht shumë, por edhe 1 pikë nuk është keq. Situata në skuadër është e mirë. Jemi në një neshe të vështirë, siç e quhet, sepse edhe Kuksit i duhet me do mos 3 pikë. Na shkojmë edhe më të qeti Fiati duke pasur distancën mes dy ekipeve nga 4 pikë. Shpresojmë që të bëjmë lojë mirë dhe të paraqesim vlerat tona. Pastaj rezultatet ja lëmë fushës. Objektivi gjithmonë na shkojmë për me lojë dhe me dhënë më të mirën tonë. Kalaja nuk është i disponueshëm. Shpresojmë që ata mos e dinë trajneri vendosin informacion. Na ai që të luajnë informacionin bash, duhet me dhënë maksimumin. Vllaznia ndodhet në pozita komode sepse është 4 pikë larg dy ndjekësve, Bylis dhe Flamurtari, por sidoqoftë Bardulla thotë se skuadra shkodrane do të luftojë deri në fund të kampionatit. Sigurisht, sepse matematika nuk na lën me gëzu. Ne do ja bëjmë smetin çdo ndeshje. Pastaj kemi ndeshjen me Pukën që do e kërkojmë dhe do mos fitoren. S'besoj se vllaznia rrezikon, po shohim deri në fund. Po besoj se me takimin me Laçin nuk është se bëmi lojë të keqe. Ishin shumë faktorë që ndikunin në atë ndeshje. Shpresoj që mos përsëritet më ato faktorë si arbitrimi, si disa gabime individuale. Shpresoj që t'i vëmë gishtin kokës dhe të punojmë fort që vllaznia mos shkojnë për ndeshjet fundit, po t'i mbyllim të ndeshjet rrimi i fjellë më të qetë, do të mendojmë për vitin tjetër. Plani individual lidhet edhe me planin e skuadrës. Kemi bërë një sezon fort mirë. Po shpresoj që vitin tjetër ta bëjmë edhe më të mirë. Kuksi vllaznia është një sfidë e rëndësishme, sepse kuksianët kërkojnë Kupat e Europës, ndërsa shkodranët kanë synim që të sigurojnë mbijetesën, sepse matematikisht lufta është ende e hapur.